Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës tonë t'i pyet Kurani përgjigjet, për sot do t'i përgjigjemi pyetjes cili është qëndrimi i Kuranit për sigurinë. Qëndrimi i Kuranit të shenjtë për sigurinë, al-amn, është shumë i thellë dhe gjithëpërfshirës. Siguria në Kuran nuk është vetëm mungesë frike fizike, por një gjendje qetësie shpirtërore, drejtësie shoqërore dhe besimi në Allahun fuqiplot. Siguria, al-amnu, siç përmendet në Kuran, lidhet ngushtë me besimin, imanin, me drejtësinë dhe me përkujtimin e Allahut fuqiplot. Siguria përmendet në 21 vende në Kuranin e shenjtë, e shpërndarë në 14 sure të tillë. Qëndrimi i Kuranit për sigurinë është, së pari, Kurani na thot se siguria është fryt i besimit të pastër. Allahu fuqiplot e lidh sigurinë me besimin e sinqert dhe largimin nga padrejtësia. Në ajetin 82 të surës Al-An'am thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidh-dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata që besuan dhe nuk e përzihen besimin e tyre me padrejtësi, për ata është siguria dhe ata janë të udhëzuar. Pra kushdo që ka besim të pastër sipas këtij ajeti, pra siguria e vërtet fillon nga zemra. Një shoqëri pa besim, pa drejtësi, nuk mund të ketë siguri të qëndrueshme në të. Së dyti, Kurani thotë se siguria është dhuratë nga Allahu pas frikës. Allahu premton që besimtarve do t'u zëvendësoj frikën me siguri. Dhe për këtë flet ajeti 55 në surën Nur, në të cilin thuhet: "Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna." Ai do t'u zëvendësoj frikën me siguri. Nga ky ajet kuptojmë se siguria është një dhuratë nga Allahu që vjen si rezultat i besimit dhe i veprave të mira. Pra kushdo që beson dhe bën vepra të mira, ai vetë është i sigurt edhe të tjerët janë të sigurt. Nëse të gjithë njerëzit pra do të besonin dhe do të bënin vepra të mira, në shoqëri sigurisht do të sundonte siguria. Së treti, Kurani na thot se siguria është begati që duhet falendëruar. Në surën Quraysh, Allahu përmend sigurinë si një nga mirësitë e mëdha. Në ajetin 4 të kësaj sure, Allahu i madhruar thot: "Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf." Ai, pra Allahu, i ushqeu nga uria dhe i siguroi nga frika.
Nga ky ajet mësojmë se siguria është një mirësi themelore, njësoj si ushqimi. Pa të, pra pa siguri, jeta nuk ka stabilitet. Pa siguri nuk ka jetë në shoqëri. Së katërti, Kurani i konsideron vendet e shenjta vendet të sigurta dhe sigurie. Në ajetin 97 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar e përshkruan Mekën si vend sigurie dhe thot: "Wa man dakhalahu kana aminan." Dhe kush hyn në të është i sigurt. Pra kush hyn në Mekë është i sigurt, thot Allah. Ndërsa në ajetin 67 të surës Al-Ankabut, Allahu i madhruar thot: "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattaf an-nasu min hawlihim." A nuk e kam parë se ne e bëm një vend të sigurt, ndërkohë që njerëzit përreth tyre rrëmbehen dhe grabiten? Pra, ajeti ta përcjell mesazhin se siguria publike është një shenjë e mëshirës dhe rregullit të Allahut fuqiplot. Allahu është i mëshirueshëm dhe dëshiron që edhe krijesat e tij të jenë të mëshirshme. Allahu e don sigurinë. Allahu e urren pasigurinë, e urren shkatërimin. Së pesti, Kurani na thot se siguria sjell qetësinë e zemrës. Këtë çështje pra, Kurani e lidh edhe me përmendjen e Allahut fuqiplot, dhikrullah. Në ajetin 28 të surës Ar-Ra'd, Allahu i madhruar thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Kuptimi i ajetit është se zemra e njeriu gjen qetësi, stabilitet dhe siguri të brendshme kur lidhet me Allahun përmes përmendjes së tij, pra përmendjes së Allahut, përmes lutjes, përmes leximit të Kuranit, përmes besimit dhe mbështetjes tek Allahu fuqiplot. Njeriu mund të ketë siguri materiale apo fizike, por pa qetësi shpirtërore mbetet i shqetësuar, i frikësuar dhe i pasigurt. Ky ajet tregon se siguria e vërtet fillon nga zemra, dhe zemra qetësohet kur është pranë Allahut, krijuesit të saj. Ky ajet na mëson se përmendja e Allahut largon ankthin, frikën dhe pasigurinë. Besimi në Allahun i jep njeriu forcë dhe stabilitet në vështirësi dhe në kriza të ndryshme. Siguria shpirtërore është një nga dhuratat më të mëdha të besimit. Pra kush beson, ai është i qetë, është i sigurt. Siguria e brendshme është baza e çdo sigurie të jashtme. Kurani na thot se gjashti Kurani na thot se siguria sjell mirësi dhe begati. Në ajetin 112 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: "Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allahi فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون." Allahu e ka bërë shembull qytetin, pra Mekën, i cili ishte i sigurt dhe i qetë. Ati i arrinin furnizimet, ushqimet të bollshme nga të gjitha anët. Pra kur ishte i sigurt, ishte i qetë. Por pastaj banorët e tij pra qytetit i mohuan mirësitë e Allahut dhe ai i bëri të shijojnë urinë dhe frikën
si ndëshkim për ata që bën. Pra, kur ka qetësi, kur ka siguri, shtohen mirësi. Sepse kur ka qetësi, ka siguri, ka falënderim, njerëzit falenderojnë Allahun krijuesin, furnizuesin dhe furnizimet, mirësitë i vinë gjithmonë. Por në kohën që njerëzit mohojnë mirësitë e Allahut, mohojnë që furnizuesi, dhuruesi është Allahu i bën ata që të shijojnë urinë dhe frikën si ndëshkim për ata që bën, për mohimin e mirësive. Së shtati, Kurani thotë se siguria në botën tjetër është shpëtimi nga frika e madhe. Dhe në ajetin 103 të surës Anbiya, Allahu i madhuar thotë për besimtarët në ditën e gjykimit, ata nuk do t'i brengost merri më i madh dhe engjuj do t'i presin duke thënë kjo është dita juaj e premtuar. Pra kulmi i sigurisë është shpëtimi në botën tjetër. Dhe ky shpëtim pra arrihet duke qenë besimtar, duke qenë falënderues, duke qenë i mëshirshëm, duke qenë vepërmirë, dhe duke qenë për atyre që solidarizohen me nevojtarët, duke qenë për atyre që përhapin paqen, përhapin vllazërinë, harmoninë në mesin e njerëzve. Të dashur vëllezër dhe motra, sipas Kuranit të shenjtë, siguria, el-amnu, ndërtohet mbi besimin e pastër, mbi drejtësinë dhe shmangjen e padrejtësisë, mbi përkujtimin e Allahut, mbi falënderimin e tij për begatitë që na ka dhënë dhe mbi rregullin shoqëror dhe atë etiko-moral. Forma më e lartë e sigurisë është siguria e zemrës në këtë botë dhe siguria nga frika në botën tjetër. Si përfundim, Kurani e konsideron sigurinë një nga begatitë më të mëdha që Allahu i ka dhuruar njerëzimit. Allahu nuk e kufizon sigurinë vetëm në aspektin fizik, por e trajton ato si siguri shpirtërore, shoqërore, ekonomike dhe morale. Kurani na mëson se besimi në Allahun, drejtësia, mirësia, respekti të drejtave të njerëzve dhe largimi nga padrejtësia janë themeli i një jete të sigurt dhe të qetë. Ndërsa largimi nga udhëzimi i Allahut sjell frikë, trazira dhe pasiguri, që sot i shohim të përhapura fatkeqësisht në mesin e shoqërisë njerëzore. Prandaj, ndërtimi i sigurisë së vërtet fillon nga zemra e njeriu, e besimtarit dhe shtrihet në të gjithë shoqërinë përmes vlerave që promovon Kurani i shenjtë. Në ajetin 126 të surës Al-Baqara përmendet një lutje e mrekullueshme profetit Ibrahim, paqja qoftë i tij, i cili ka thënë: O Zoti im, bëje këtë vend qytet të sigurt dhe furnizoj me prodhime banorët e tij, ata që besojnë Allahun dhe në jetën tjetër. Ndërsa në ajetin 35 të surës Ibrahim thuhet: Kujtoje kur Ibrahimi tha: O Zoti im, bëje të sigurt këtë vend dhe më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Të dashur vëllezër dhe motra, siguria dhe besimi janë pra ndër begatitë më të mëdha që duhet të kërkohen nga Allahu, pra t'i lutemi Allah. Profeti Ibrahim a.s. u lut për sigurinë e qytetit, për furnizimin e banorëve dhe mbrojtjen nga idhujtaria, duke treguar se qetësia e shoqërisë lidhet ngushtë me besimin e drejtë dhe me adhurimin e Allahut fuqiplot. Këto ajete na mësojnë se një shoqëri e sigurt ndërtohet mbi besimin, moralin dhe largimin nga devijimi shpirtëror. Edhe ne duhet të lutemi për një vend të qetë, të mbushur me siguri, me mirësi, me paqe e me lumturi. Inshallah,
qofshin pra prej atyre që Allahu është i kënaqur me veprat e tyre dhe qofshin prej atyre që luten që vendin ta mbuloj siguria, ta mbuloj paqja dhe lumturia. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.